Teksa në ndajnë 12 ditë nga zgjedhjet parlamentare, misioni OSBE ODIHR në Tiranë ka publikuar raportin me gjetjet paraprake. Shkalla e lartë e mosbesimit ndaj dy partive më të mëdha në garë për OSBE mbetet ende shqetësuese, ndërsa në dokument thekson se rekomandimet e tyre janë plotësuar vetëm pjesërisht. Në raport, OSBE ODIHR i tërheq veshin Shqipërisë për një sër problematikash të cilat sipas tyre janë të patrajtuara nga institucionet. Financat e partive mbeten një prej tyre, ku rekomandimi që të ketë një raport të ndërmjetëm nuk është trajtuar. Shpifja një përgjegjësie ende penale mbetet sërish një shqetësim për OSBE ODIHR. Në raport, gjithashtu tërhiqet vëmendje dhe sa i përket keqpërdorimit të burimeve shtetërore, përfshirë këtu dhe votën e diasporës, duke cilësuar presionin ndaj administratës si një problematikë të cilat ende nuk janë marrë masat e duhura ligjore. E drejta e votës së personave me aftësi të kufizuara si dhe komisione zgjedhore me antar apolitik ishin të tjera rekomandime që sipas OSBE ODIHR nuk figurojnë të jenë pasqyruar. Megjithatë, në raport pati dhe vlerësime. Implementimi i votës së diasporës dhe votimi i pjesëshëm elektronik në dokument vlerësohen si arritje në përputhje me kërkesat e OSBE. Lista pjesërisht e hapur si dhe moslejimi i kandidatëve për të garuar në disa zona ishin të tjera arritje që morën nota pozitive.